Për qytetarët që aplikojnë për viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada apo Australi, ndryshimet në statusin civil gjatë procesit nuk paraqesin problem. Sipas avokates Brisilda Vata, ndryshimi i mbiemrit pas divorcit apo nëse martohesh nuk ndikon në aprovimin e vizës amerikane, pasi numri i ID-s dhe shenjat biometrike janë të njëjta. Procedura e vizave angleze, amerikane, australiane, kanadeze pothuajse kanë të njëjtën procedurë, bëhet aplikimi online, duhet të plotësojnë disa kritere paraprakisht. Personat në fjalë duhet të jenë me status në Shqipëri, duhet të kenë deklarime punësimi ose të jetë vetëpunësuar, të paguajnë taksat, gjithashtu të kenë të ardhura financiare të deklaruar. Varet në grup mosha të ndryshme. Në moment që i kanë të plotësuar të gjithë të kriteret, duhet të kenë dhe baza tjera që janë pronësitë apo rrethana të tjera të ardhura të deklaruara. Avokatja këshillon që të gjithë aplikuesit të sigurojnë dokumentacionin e plotë dhe të qartë, duke shmangur çdo konfuzion në procesin e miratimit të vizës. Në moment që shteti amerikan apo shteti britanik ta aprovon një vizë, atëherë ty të njihet ajo vizë edhe në rast divorci dhe në rast tjetërsimit të dhënave, duke qenë se identiteti nuk ndryshon dhe shenjat biometrike nuk ndryshojnë. Si mund të procedojmë më pas ndryshimit të mbiemrit? Patjetër që mund të procedojmë, mund të udhtojmë me dy pasaportat, me pasaportën e vjetër dhe me pasaportën e re, të bashkangjitur certifikatën e martesës ose vendimin e divorcit, vendimin e gjykatës. Ky është një hap i rëndësishëm për të garantuar që ndryshimet personale si divorci apo një martesë të mos ndikojnë në të drejtën për të udhëtuar dhe qëndrimin ligjor në vendet e huaja.